Shikues të dashur, u rikthyem në studio të Pasion e Profesion pas bllokut të dytë të marketingut. E tani kënaqësia ime është që të kemi të ftuar grupin muzikor Rilindja, një grup të rinjësh, të njohur për përkushtimin, interpretimin cilësor dhe repertorin e tyre të pasur. Këtu në Pasion e Profesion, ata do ndajnë me ne rrugtimin e tyre artistik, sfidat dhe sukseset ndër vite. I mirëpresim pra këtu në studio. Mirë se na erdhët, është kënaqësi e madhe t'ju kemi këtu. Urdhënoni, uluni. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Përshëndetje. Sa kënaqësi e madhe t'ju kemi këtu, faleminderit shumë që keni ardhur. Na kanë ardhur pra në muaj në sofrën e Gjakovës. Përsëri kemi Gjakovar, është kënaqësi shumë e madhe. Mirë se keni ardhur, këtu bashkë me mua janë Aldi Bunjaku, po ju prezantoj kështu, Ari Juniku, Arsa Kumnova dhe Edri Stavileci. Përshëndetje edhe juve. Është kënaqësi shumë e madhe që kemi këtu, po filloj me ty Edri ndoshta, edhe të gjithë kështu nga pak së bashku. A mundesh më na tregu pak për fillimet, si ka ardhur ideja me themelu grupin Rilindja, edhe a ka qenë lehtë me u bashku të gjithë ju rreth kësaj ideje edhe pra për themelimin e këtij grupi? Po, fillimet e grupit Rilindja janë në vitin 2023, ku fillimisht fillojmë si një grup i muzikës rock. Do thëtë, ku antarët fillestar kemi qenë unë, Aldi edhe Ari, me kitare. Tret kemi qenë me kitare. Tret me kitare. Disa me kitare elektrike, dikush me akustike, qysh varsisht mundësive, edhe një jazzist, cilin varsisht të ndryshim. Po, pasaj erdhen disa antarë tjerë, u largun disa antarë tjerë, edhe formati tanishëm jemi ne të katërt, por në aktivitete ne gjithmonë interpretojmë edhe me bas. Po, e keni Arsën të vetë në vajzë, pse? Është po besoj kënaqësi e madhe me punu gjithë ju bashkë, por me qenë edhe kjo vajzë ka që ëmbël Arsa këtë bashkë me ju. Arsa, kur është ardhur në grup, e ka shtu një sharm shumë të madh grupit. Pse e tham këta, se vokali feminor i jep një estetik shumë të madhe, qoftë muzikore, po estetike dhe duke gjithmonë kur është në prezencë një vajzë është më mirë. Ne kemi pas shef, kemi pas 2 vajza, po ja që kështu është ardhur për më koordinu. Po ndoshta edhe të ardhmen mundeni me pas ndonjë shtim të antarëve të grupit, a veç keni vendos t'jeni vetëm jo? Jo, as pak, dëshira është e jona, madje ne në bazë të aktiviteteve. Sa më shumë që neve na mundsojnë mundësit, ne bomi sa më shumë. Do thotë ka raste ku ne performojmë me 7 veta, po ne të katërtit ne jemi baza e grupit Rilindja. Po pse keni vendos me alun këtë emrin, grupi Rilindja? Grupi Rilindja është emër i cilin ja ka lënë Modezeka, një ish antar i grupit Rilindja. Ka qenë ideja ati. Ky emër është vendosur për shkak se ne po ripërtrim një muzikë e cila është interpretuar dikur. Po edhe pse repertori ynë përfshin edhe këngë të tanishme, këngë moderne, por kryesisht është motivi i këngëve të vjetra, të lehta, shtetare dhe popullore. Po, a mbani mend performancën e parë? Ndoshta kjo pyetje për ju të tre, cili po na përgjigjet, dhe si kanë qenë ato ndjenjat e performancës të parë. Mundesh me e marrë dhe mikrofonin aty? Duke mos përfshirë koncert dhe shkollës që ne kemi filluar, pra faktikisht kemi dalë në për shkollë si duke organizuar programet ndryshme shkollore. Në gjithë kemi qenë me një shkollë, pra ka qenë shumë e lehtë me organizu kësi programe. Jashtë programeve shkollore, performanca e parë ka qenë në Qarshinë e vjetër të Gjakovës, në Kuzinë, dhe ka pas paraemër një vendi ku kemi performu dhe hera parë, premiera e grupit tonë, faktikisht për bje dhe ka qenë një natë e parë rrushme. Po besoj edhe që jeni të rritur, apo jo? Se kjo është emision edhe i kuzhinës. Kemi ardhur prej Gjakovës, pamjet janë të mrekullueshme. Edhe aroma po vjen shumë e mirë. 2 orë rrugë. I presim pra Leoni dhe Pashtriku, po besoj që janë tashmë gati. Pashtriku po mundesh me ardh Pashtrik, ashtu edhe Leoni. Kemi me provush që jemi shumë mira dhe i pres komentit e sinqerta nga ju. Po si ja keni dalë që të bëni më të njohur për publikun? Njohja për publikun është diçka që nuk e kemi
prit ne, do thotë vetë populli është çuditshme se si për sa pak kohë kemi arrit me pas një shtrirë mjaft gjerë, jo vetëm në Kosovë, po edhe në Shqipni, Maqedoni, Malzi, e deri te dëgjues tonë që 20% ndjekësve tanë në media sociale, deri në 30% janë nga Gjermania. Do thotë janë shqiptar nga Gjermania, diaspora sonë. Neve na kanë ftuar me interpretu në Gjermani këtë vit, uroj që të realizohet, edhe në Zvicër, kurse vitin e kaluar kemi interpretuar në Austri, po kemi pas interpretime edhe në Turqi. E çfarë kënaqësie kjo që do të dini edhe në përvendet e tjera. Po besoj që edhe një pjatë është gati pas tek mundesh me sjell dhe më na tregu pak për pjatën mysafirëve tonë, se çfarë ju ke shërby? Sot kemi gatu pakirin me fruta deti, një post e lehtë edhe e shishme. Sa jeni adhurues të ushqimit? Kështu të ushqimit të detit flas, sepse veç si u ka shërby, dhe sa jeni të dy tash na vjen pjata. Adhurues të ushqimit jemi shumë. Arsa e ka ushqimin traditë familjare. Babai Arsës, ose krenar Komnova, është nifet si ndër çebaptoret më popularizuara në shtetin e Gjakovës. Po për ushqim detit, mund të them që unë e ari, po thuj se gjysmën e jetës sonë e kemi kalu në Durrës edhe në përgjithësi nëpër Shqipni, kemi pas një rast do të prind tanë janë adhurues, gjyshrit janë adhurues shumë të mëdhej të Shqipnisë dhe nuk e di që ka diçka deti që s'kemi provu ende. Tash na tregon edhe Leoni se çka ka përgatit për ne sot. Leon, faleminderit shumë. Kjo është Kung Pao Chicken, është një pjatë aziatike, një ndër preferumet e mia, shpresoj që ju pëlqen. Faleminderit shumë. Keni me marrë komentet e sinqerta nga grupi Rilindja, kështu që po besoj që keni me unda të kënaqur edhe jo. Po a ju ka përkrahur dikush prej artistëve gjatë kësaj kohe? Fillimisht përkraja fillon prej familjes. Familja është kyçe, do thotë po nuk e përkrahej familja, shumë kemi miq tanë që nuk i le familja me muzikë dhe marrën. Po neve jo vetëm që na kanë përkrahur, po në shtëpinë time I kam 23 instrumente. Do të thotë është një përkrahje shumë e madhe. Aldi ka 1000 CD-a, shumë pllaka gramofoni. Ari po ashtu me koleksionet e veta, Arsa edhe kështu. Përkraja pastaj vazhdon te profesorët tanë të muzikës, te profesorët tjerë, e deri te këngëtarët edhe artistët, ku mund të filloj prej Besar Vulës, profesor Besar Vula, I cili është kryesori, ka qenë javën e kaluar në emision së bashku me ansamblin. Po për këngëtarët që pyete fiks është Edi Furra, I cili e përshëndesim shumë, na ka përkrahur disa herë. Kush tjetër nga fusha muzikore, mund të them kemi profesor Bahar Latin. Pas keni përkrahje. Po, edhe profesor Krenar Doli. Po me çfarë sfida përballeni? Sfidën që kemi pasur në fillim ka qenë vendi I mbajtjes së provave. Për momentin I kemi pas disa vende ndryshme të provave, kemi mbajtur prova në Pallatin e Kulturës, Asim Vokshin në Gjakov, po ashtu edhe nëpër kabinetet të shkollave të ndryshme në qytetin ton. Për momentin tani mbajmë nëpër shtëpia të gjithë secilit. Aldi ka një mini studio të veten, e ka pak mundësinë ma të dëgjon, po edhe Edri na ka hap dyert shumë herë për me mbajt prova. I largojmë familjarët. Edhe mbani prova. Po, qysh arrini me I menaxhu provat, performancat edhe studimet, gjitha këto bashk? Për këta duna me nisë me I prezentu gjithë secilin, se jemi shumë karaktere të ndryshme për nga ana jashta muzikore. Ari është I tretë, do të ka vendet njalta për matematikën në Kosovë. Si vjetë do të përvacojmë do të Kosovën në Lituani. Ari është një matematicien shumë I fortë. Aldi është vetëm në vit 2. Do të keni të mirë edhe në fusha tjera, përveç muzikës. E vlerësoj njerëzit, Ari është ende në vit 2. Aldi është në vit 3. Aldi është kitarist me shkollë. Arsa është solo këndim. Ka qenë nxënëse në violin, interpreton edhe në piano, edhe Aldi interpreton në piano. Gjithë jemi multi-instrumentistë, kurse unë jam në gjimnaz, edhe synoj për mjekësi. Do të thotë, asnjëri nuk kemi në fakultet,
Jemi dy prej nesh jemi maturant, Po. është interesante. Ka shtri, po t'ju bëj një pyetje kështu, pse keni përgjedh këngët e vjetra edhe për punimin e tyre, po edhe rikthimin e tyre në skenë? Pak ma herë të diskutum, tash ne dëgjojmë edhe muzikën rock shumë. Po. Shumë, po këngët e vjetra ne jemi rrit me to. A ka qenë ndoshta kjo arsyeja e vetme? Jo, po thjesht janë bukra, edhe nuk e di, dikush Ndoshta ka qenë edhe inspirimi nga prindrit, nga gjyshi, doktor Mini Pozhegu, cilin e përshëndes shumë. e përshëndesim edhe ne. Me gjyshin unë e Arë jemi rritë për ati e kemi marrë motivin muzikor, kurse Arsa ka babajnë e saj, i cili Po. edhe është shumë marakli i madh i muzikës. Aldi po ashtu, Po. babaj i tij ka nifet si ndër koleksionerët më të mëdhej të arkivave muzikore. Po sipas jush, a vlerësohet sa duhet muzika e vjetër qytetare e popullore? Sa ka interesim ndoshta me u dëgju edhe nga grup moshat e juja? Po, muzika popullore dëgjohet ma tepër. Muzika lehtë është ajo e cila gjithmonë është sfidë për ne. Muzika lehtë është një aspekt i muzikës i cili duhet të ushtrohet me muja, disa këngë, e kur vjen puna e interpretimi, gjithmonë muzika popullore do të vlerësohet ma tepër. Mo tash nuk po flasim për zhanre tjera të cilat i kanë me thonë me fjalë popullore i kanë përbi këto dyja. Po nëse flasim vetëm për popullore dhe muzikë lehtë, ne formati jonë është për muzikë lehtë, po ne interpretojmë edhe popullore. I dojmë të dyja, po muzika lehtë është ajo që na ka marrë zemrat gjithëve. Po, a keni ndonjë projekt konkret që keni realizu, ose me na folë edhe çka keni plan të realizoni, ndoshta do kemi ndonjë risi prej juve. Arsa mundet me na përgjigj këtu sepse nuk ja dëgjuam zërin ende. Atëherë, projektet e realizuara më parë ka qenë një album për te heshtjes, albumi i parë i grupit, edhe deri tash i vetmi album. Edhe është promovuar në vitin 2024 në tetor. Tash jemi të punu edhe një album të ri, pritet me pas diku rreth 15 këngë të rikomponune. Ndoshta këtë vit do na sjellni apo jo? Po. Në muajt e vijim. Në muajt në vijim. Mezi i presim. Po ndonjë risi tjetër, ndonjë performancë përveç atyre që na tregove që ju kanë ftuar edhe në përvendet e tjera, ndonjë festival ndoshta? Sa i përket albumit, si pikë e parë, se kjo është shumë interesant, do të jetë diçka shumë e veçantë. Ky album do të sjellë në jetë disa këngë të cilat janë plotësisht harrune. Po të shkojmë edhe në Shkodër, A mundeni me na tregu disa ajo? Jo, akoma si Janë sekret. Jemi ende në prova, pritet që mbas disa jave të ta xhirojmë edhe kështu deri të vjetë lançimi i albumit, i cili presim ta kemi para verës. Po për projektet e reja, ne kemi filluar me komponu disa këngë. E kam thonë moti publikisht në televizion, po tash ka nisë me marrë formë. Janë afër 10 këngë, cilat i kemi komponu, edhe pritet që ti realizojmë një ka një, edhe vitin e ardhshëm me botë diçka interesante, cilën nuk mund me thonë publikisht. Nuk mundesh me na tregu publikisht. Atëherë po besoj që tash më është koha edhe të shijojmë ushqimin në Pasion në Profesion, edhe nëse keni diçka për fund. Për fund, e kam një mesazh për gjeneratës tonë. Po. I falenderit për gjitha gjeneratat që na dëgjojnë, edhe kudo që shkojmë kemi një ambient mbushur plot vetëm për ne, por për enkas për gjeneratën tonë, një thirrje për veç me dëgju një herë. Nuk ndodh dikush e ka dëgju një herë muzikën e lehtë dhe popullore edhe më thonë nuk më pëlqen. Ja, ose se kanë gu ata duhurën, që është të tine, ose se kanë gu këngëtarin e preferuar, po është të shqiptarëve, është muzika jonë, e kemi i dashtë, pa qare. Normalisht. Faleminderit shumë që ishtë pjesë e emisionit dhe për këtë intervistë kaq të këndshme, ishte shumë kënaqësi e madhe që ju kemi këtu dhe po e shijojmë ushqimin tash. Faleminderit. Po du me e ditë komentin e juj. Fola shumë. Për ushqimin. Po vazhdoj tash edhe për ushqimin.
Vetë muzika jonë është muzike mandolinave, cila është muzike breakdetit. A kjo qenë ka përfaqësimi breakdetit. Kjo po ta kujtej ka një plazh, një det. Ushqimi i shishëm. Ushqimi i shishëm i mrekullueshëm. Do të thotë një natyrë verore, cilët vetëm breakdetin mediterran. Për ndryshme mrekulli, klumshin durt. Unë jam të e provu tonden, të e shtiu tonden, kështu që është shumë e mirë. Pashtrik, nuk disha edhe për të ndenë, se e kem provu ma herët. E ju boft mirë. Gjithashtu.